tash kur është kjo krizë institucionale, nuk ka ndonjë proaktivitet. U kisha pritë që këta partitë më synu gjykatës kushtetuese të paktën me gjithë zgjidhje, po pajtohen është ato që është një farë hatije ku konvenon të gjithë dhe kjo që nuk ishte dashur në qenë. Okej, Matoshi, ai fyti opozitarët Kurti tani kësaj radhe, po ishte pak më i kujdesshëm. Po ndoshta nuk ja ka qelluar tamam fjalëve. Tani nomad i bie pak tjetë shtektar. Po pa shtëpi nuk është. Po e qa? Huq komplet. Ja ka huq komplet. Që që huq zakonisht kë. Po thu? Ku do mu boj meqëm. Shi zakonisht. Pse? Ky e ka huq me Qilin, ja ka huq me Albert Kamyne, me Thuin, me Zotin Mërsove, ky ja huq me nomade. Thot njeri pa shtëpi. Jo, njeri pa shtëpi do më onë. Është pa shtëpi. Homeless. I pastre. Po në dy versionet që shky e ka menu, është ofenduse. Pse është ofenduse? Zhargon ofendus, do më hanë që, shiko, kjo ka dasht më ju thonë tyne që ju respektoni, spedoni shpinë e juve. Aden, dhe me ekspovini me bon shpinë, po rini fushave, maleve, këta djone. Po si do qoftë, aden, unë se dorën zemër ata, po shkojnë kuvend, po rrinja 5 minuta 10. Unë nuk ka bitë në ma, është mare që shkojnë. Mare ju kohë të 120-ve. Mare ju kohë. Këtu, unë e thash ma heret, është një pakt i heshtun me djallin, mos me i dhonë Kosovës institucione, i kanë mashtru njerëzit që i kanë donë në zgjedhje. I kanë votu, e kanë rizgjedh pushtetin, bile e kanë rizgjedh Albin Kurtin, e kanë qitë pare. Dhe këta nuk janë gjendje mja këthy, si pas normave demokratike, se demokracia është universale. Nuk është demokraci shqiptare, demokraci gjermane, amerikane, britanike. Demokracia është një dhe e pasjenushme. Nuk ka demokraci ma pak, mesatare, ma shumë. Ja është, ja s'është. Ja është funksionale, ja s'është. Që kjo nuk është. Që kjo veç demokraci nuk është. Por, problemi unë e ma shumë dhamë të opozita. Përpos Zotit Haradinaj, Ramushin këtë rast, i cili sakt, në më anë e din që është një mashtrim i malë, këtë që ka pëndohë, të tjeret kanë në agendën e Zotit Kurti. Veç gjusë fjalije Kurtim, të tjeret në agendën e Zotit Kurti do më anë, LDK-ja i ka honë jo qeverisë blokut opozitor, PDK-ja do më anë, s'ka në i qendrim halon sakt. Edhe që PDK-ja ka thënë është për qeveri të opozitës me gjysguje. Po e ka thënë ato, edhe ka insistua në drejtë, po ne e ka mohuar këtë... Po duhet natë ditë nëse do t'i qeverit blokut opozitor me shku, natë ditë mu taku me kolegët e partive tjera. Ishte takuar zotin Limaj me zotin Abdigjikun i takim mbi Solu, tha. Po ata janë taku për me vëndë. Po e të opozitës e deritjeshme po qëmë, po. Kër jemi të këgjua, nomadët dhe se ja ka huq Albin Kurti, ose ja ka huq Ramush Haradinaj me këtë deklarat. Numër 5.